Si asnjëherë më parë, Tukagjini është i bashkuar për t'i dhënë mbështetjen maksimale kandidatëve të Partisë Socialiste. Ky ka qenë mesazhi që banorët e kësaj zone masivisht i kanë dhënë kandidatëve Mariana Koçeku dhe Marian Dështiçaj. Tukagjini jon i jashtëzakonshëm në bukuri, në kulturë, në traditë, në trashëgimi, ka kaluar ditë jo fort bukura e me histori jo fort vështirë. Po që besa ka ardhur koha për me shkruajti kapitull krejt të ri kësaj historie për të ardhmen tonë, bashkuam. Unë ja kam bërë shti venit, kam linë këtu edhe kam hell hapat e parë. Dhe këtë bërç unë nuk mund ta laj me fjalë, por me vepra. Prandaj jam këtu me kërku mbështetjen tuaj, që më dhanë mundësi që me vepra ta tregoj Tukagjini drejt sardhmes e drejt zhvillimit e të kthehet në një qendër turistike, një motor zhvillimi jo vetëm për Shkodrën, por edhe për tonë Shqipërinë. I pranishëm në prezantimin e kandidatëve në Breglumi në qendër të njësisë administrative Shal ka qenë edhe drejtuesi politik Benet Beci, i cili u ndal tek rëndësia e kësaj vote për vazhdimsinë e vëmendjes dhe projekteve transformuese për zonën. Ne zoom dhe Marianin dhe Marianën. Kush më shumë se ju mund të luftoj për ta? Ju do të jeni të parët me mbështet, sepse mbështetni vetën tuaj. Mbështetni Tukagjinin. Mbështetni investimin. Unë e du këtë fitore të filloj nga Tukagjini dhe sepse ju jeni njerëz minjohës, punëtor, dhe keni kuptu me mençuri se ky është momenti i duhur, kudo ku jeni, këtu e jashtë kudo, që të rikthehet Tukagjini në lavdin që ka pas. Më motivoni që si ekip bashkë me deputetët ne të vazhdojmë një punë të jashtëzakonshme, ta shihni Tukagjinin aty ku se keni çuar në ndër në herë më parë. Donerojmë veten dhe nuk na vjen shon si tha Benet Beci. Për këtë jetë ma me pas dy kandidat, në të njëjtën listë, në të njëjtën namen. Me votoni pesën Partinë Socialiste, me votoni Marianin, se nëroni vetën dhe nërën Zoti. Zona e Tukagjinit gjatë 2 viteve të fundit ka përjetuar investime të rëndësishme që nisin me rrugën e Tukagjinit me 2 lotet e saj, rekonstruksionin e urave dhe rrugëve që lidhin fshatrat e njësisë së Shalës, ndërkohë që shumë shpejt pritet të zgjidhet edhe furnizimi me energji elektrike për të gjithë zonën e Alpeve në veri të vendit.